Në prag të balotazhit të së dielës, i pari kryeqytetit vjen koment për koment për t'ju përgjigjur ndjekësve. Nga Albin Kurti, debatet, planet për kryeqytetin e familja. Ndonjëherë mri me ju kthy përgjigje disave, po jo aq sa ndoshta kisha pas dëshirë, kështu që vazhdoni të jeni të qasshëm, të jeni interaktiv me media sociale, me faqen time, edhe normal që do të mundohem që kthej përgjigje atyre që bëjnë pyetje, po edhe komentet e ndryshme, ka shumë komente interesante, ka shumë komente ndoshta edhe negative, disa fyese, po kjo është demokracia shlirënë. Po e lexoj të parën, po thuaj kam transformu Prishtinën, po mas shumë të pas ke transformu veten, pse plak kaq shumë për 4 vjet kryetar. Po ku mos mu plak. Nëse për disa që din, unë e dua Prishtinën me pasion, edhe gjithmonë jam rreth orës 7 mëngjesit në zyre, rreth i fundit dal faktikisht, po jo vetëm në zyre, po edhe në pjesë ndryshme të kryeqytetit. Kemi një mori projektesh të tona në kryeqytet, edhe si rezultat kur e këshyra edhe një herë veten ashtu para 4 vjete, po është që këgja isha zbardh, po kret për dashni për Prishtinën. Votën e ke nga unë për shkak të Kristales. Powerful lady. Du shumë me u bosi ajo dikur. Wow, faleminderit shumë. Është e vërtet, Kristale është fantastike, është dora djathtë e imja. I kemi 3 fëmijë të mrekullueshëm, edhe përveç që merret me arën, e tigrin, e bronin, merret po ashtu me shumë vullnetarizëm, bën projekte të ndryshme, ju ndihmon projekte të ndryshme, është edhe ambasadore e UNICEF-it, e tash po merret edhe me ndihmë, po ndihmon edhe ndërtimin e librarisë, bibliotekës së parë për fëmijë në Pallatin e Rinisë, kështu që s'ki faj që do të mu bosi Kristolja, se është fantastike me të vërtet. Faleminderit. Sa është kritikuese ndaj punës, sa monitorojnë në një farë forme punë Prishtina, ka diçka që të komplimenton më shumë, diçka që të kritikon më shumë prioritetet e punës tonë, sidomos për këto 4 vjet? Jo, veç më shtin me punu shumë, domethënë për ato organizatave të cilave ju ndihmon, thonë pse kjo s'po bëhet tu, pse kjo s'po bëhet aty, thirrë këto, thirrë ato, domethënë përveç që punoj për krejt kryeqytetin, e ka atë fokusin e vetë, pse dënë me i zhvillu sidomos bibliotekat për fëmijë, se ne kemi jetu 29 vite, unë personalisht, pasanej me Kristalen, tash e 15 vite në Londër, edhe kemi rrit fëmijët aty, kështu që kemi qut gjithmonë në biblioteka dhe Kristale ju ka lexu shumë. E për këtë arsye, mendon që duhet me pas biblioteka sa më shumë për fëmijët tonë këtu në kryeqytet, edhe ka mision këte. Shumë kisha dashur me ditë cili është projekti për të cilin jam më së shumti krenar. Unë faktikisht Prishtinën e shoh si një projekt tonë, edhe jam krenar për Prishtinën, për projekte transformuese që i kemi, duke fillu me zgjerimin e sheshit Don Teres, tash që kemi sheshin George Bush, edhe që do ta zgjerojmë deri tek rreth i Flamurit, pse se kjo i ndërlidh 10 lagjet më të mëdha të kryeqytetit, edhe krijon një bulevard, një teatr publik ku qytetarët kanë mundësi me dalë të sigurt, të shlirë, me u kënaq, me taku njëri tjetrin, me ekspozita të ndryshme, galeri të ndryshme, gastronomi, pra restorane, bara, parqe rekreative, edhe evente të ndryshme që ne organizojmë tash çdo vit, edhe verës, edhe dimrit, edhe pranverës, edhe vjeshtës, pra kemi festa të ndryshme. Kjo e ka ngrit nivelin e artit, të kulturës, të turizmit, pra turizmi është i ngritur çdo vit 35%, çdo vit, vetëm vit 35%, 35% që tregon që kryeqyteti është kriju si një destinacion i artit, i kulturës, një destinacion me një emocion unik, e kjo normal që ka të bëjë me punët tona që jemi duke i shtyr përpara këtu në kryeqytet. Po jo vetëm, më thonë është një energji e rinis, një energji kreative që neve na shtin me punu sa ma shumë. Pra, kjo është një ashtu përgjigje gjatë një pyetjes të shkurt ndoshta, po me të vërtet kjo po them ajo ngritja e karakterit të kryeqytetit që një kryeqytet i artit e kulturës bën me një veten shumë krenar. Dear Mayor, have you booked your one-way ticket to London yet? Okej, e kom ble biletën ditore tripit
se di që kam e konë këtu edhe 4 vjetë, kështu që edhe ju provone, merë edhe kuletën digitale, downloadoj, ki 1 muj pa pare, nëse je student e ki pa pare gjithmonë, nëse je ma i madh ose ma i vjetër se 65 vjetë, po ashtu e ki pa pare, prandaj vazhdojmë së bashku edhe 4 vite. Tu ka përmend shumë kjo pjesa e biletës një drejtimshme për Londër politikisht këto kohë, me sa po shoh nuk e ke në plan herë më kthin në Londër, a? Jo, ma mirë Prishtinë se në Londër. Ma mirë pe bojna. Ky është kryeministri i ardhshëm i Kosovës, respekt kryetar. Unë nuk o marrë me him politik, faktikisht. Unë e kam pasion edhe mision transformimin e kryeqytetit. Perspektiva apo backgroundi im është arkitekturë, urbanizëm, edhe si tillë unë e shoh potencialin e madh që ka kryeqyteti. Duke transformu kryeqytetin, duke zhvillu kryeqytetin, normal që e zhvillojmë të gjithë Kosovën, sepse kryeqyteti paguan 49.8% të buxhetit të krejt Kosovës, e po ashtu është qendër e artit, e kulturës, e sportit, e industrisë, e zhvillimit ekonomik, e shumë dimensione tjera. Pastaj, po them, aspekti që ndërlidh punën e një kryetari të komunës është drejt për drejt me qytetarin, edhe impakti është i drejt për drejt, pra nuk është abstrakt si në nivelin qendror, prandaj jam martu për me qenë kryetar i kryeqytetit, për me transformu kryeqytetin, kam kërku 8 vite, tash i kemi kry 4, ecim së bashku edhe 4 vite. Faleminderit. Me sa po kuptoj, niveli qendror s'qen ka në agjendë, pse politika din më të qunë shtigje që... Qas din me po politika, po unë jam i fokusuar në kryeqytet. A ki jetën qështu kolon si kur Prishtinën, ajo. Edhe mazi, aty, te une nuk shlirohet asnjëherë asnjë lejnë, ashtu këtë në zonëna. Ecim në të shtatën, pa ty kjo Prishtinë si shkëfill, ama bre mos na bë krejt Prishtinën sheshe. Jo, normal që krejt Prishtinë nuk e bëj sheshe, mirë po sheshet janë ato të cilat japin jetë qyteteve. Edhe Prishtina mo nuk është një qytet i vogël, Prishtina po transformohet në një qytet metropolitan. Edhe si rezultat duhet me pas sheshet të organizume ku kemi hapësina publike të gjelbërta, ku qytetarët takohen, ku kemi evente të ndryshme, ku jep jetë edhe shpirt qytetit. I keni pa në qytetet tjera të zhvilluara, janë qytete me shumë sheshe, mirë po të njëjtën kohë ne kemi edhe infrastrukturën e rrugëve, pra unazën e brendshme, unazën e jashtme, e tjera, parkingjet nëntoksore, këto, mirë po sheshet janë ato të cilat e shtyjnë përpara artin, kulturën, e shtyjnë përpara të gjithë shoqërinë, janë vendi ku qytetarët takohen, janë vendi ku qytetari është i pari, pra këmësori është i pari. Edhe për këtë duhet ekzistojnë qytetet, jo për kere, për qytetari i pari. Kur i kemi në fokus qytetarin, pastaj të gjitha tjerat vinë në vend vetin. Në beskira që është edhe çështje mentaliteti pak, po sa po e shet që ka nis me ndryshu mentalitetin përgjithësi? Po tash e kanë pa për shembull një numër i madh qytetarëve edhe më shohin e më falenderojnë këto pjesë të ndryshme të kryeqytetit tash që kemi hap vetëm për qytetar. Fillimisht e keni pa kur kemi hap sheshin George Bush vetëm për qytetar, pra kemi mbyllur për makina. E kemi hapur për qytetar, kemi qenë festat e fundvitit që kemi organizu, kemi qenë në gjitha mediat ndërkombëtare për organizimin e tregut të vitit të ri si më të miri në rajon, edhe kemi pas edhe si rezultat rritje të turistëve edhe prej pjesëve të ndryshme të Kosovës, edhe prej regionit, edhe më larg. Kështu që këto hapësina publike ku qytetarët bëhen bashk, ku ne festojmë jetën, e festojmë njëri tjetrin, e festojmë shoqërinë, janë gjëra të cilat e ngritin atë shpirtin pozitiv të një qyteti edhe të qytetarëve. Edhe krijojnë njerëz më kreativ, më inovativ, me potenciale tjera më të mëdha, më shoqëror ndaj njëri tjetrit, edhe aty ku takohen njerëz, aty ka ide të cilat transformohen në realitet edhe shtyjmë së bashku vendin përpara. Për këtë arsye, sheshet janë shumë me rëndësi. O njerëz, përparim Rama nuk punon për një mandat, po për shumë vjetë mas sot. Kuptojani, po thot. E pas ka kuptu sakt vizionin tem, pra transformimi merr kohë. Nuk ndodhin gjanat veç hajt për 1 minutë, sidomos projektet madhore.
Pra, merë kohë me u planifiku, edhe merë kohë me u zbatu. Për këtë arsye dhe unë kam kërku që qysh para 4 vitesh, kam kërku mandat 8 vjeqar, pra 4 tash edhe 4 tjerat. Kemi fillu projektet moja, disa i kemi kry, disa jemi në procese sipër, disa do t'i fillojmë tash për me i përfundu gjatë këtyre 4 viteve me radhë, prandaj edhe 4 vjet më keni kryetar, e janë i bashkë ta transformojmë këtë vend të mrekullueshëm për të gjithë neve. Mos del ma në debate se t'ka met goja blokad. A beson ti që e ke bo këtë pyetje që është e vërtet që mundohem mos me përmend blokada, po ashtu është e vërtet që kudo që kanë mujt qeveria për me bloku, ka bloku. Një mëri të projekteve të mdhaja të cilat unë kur si kom përmend e që po ta përmeni tash, digitalizimin e sistemit shëndetësor, për shembull, kemi mujt me bo qysh para 4 vjete, edhe ato e kam bloku. Kur se kom përmen. Janë edhe shumë tjera që si kom përmen që i kam bloku, edhe është një mendësi shumë e mbrapsht. Kur s'kisha dashur me përmen blokada, po ja që këtë po i bojnë edhe duhet me ju tregu qytetarëve. Përkundër faktit që kemi pas blokada, kemi pas sabotazha, ne kemi hec me zhvillim të kryeqytetit, kemi realizu një buxhet historik më të madh në vitin e kaluar për mbi 80%. Për këtë arsye ndoshta edhe na kanë nal këtë buxhetin këtë vit, po ne vazhdojmë, nuk dorëzohemi, edhe s'ko me përmenë më blokada. Po thuaj e një gjë të mirë për kundër kandidatin se vetëm akuza, po thot. Po që me thonë për hajrën, fort është djallë i ndëgjueshëm, e ngon babën Albin, e ngon Deona Mihajlen, që është fort djallë i ndëgjueshëm, djallë i mirë. Me fol me theks anglisht, is not cool anymore, kryetar, po thot. E di, shumë ma cool është me më kujtu krejt Shqip, po shumë herë për fat të keq po më kujtohen fjalë profesionale, sidomos në Shqip, kështu që ma mirë është me i thonë anglisht, se sa mos me i thonë hiq, e kryesorja është që na po kuptohemi. E tash dal nga dale normal, shumë e ma shumë edhe fjalë profesionale që kanë qenë anglisht, po i përkthej në Shqip, edhe po i mësoj në Shqip, edhe po vazhdojmë me Shqip, kështu që definitivisht much more cooler to speak Shqip se me speak anglisht. Vazhdojna me Shqip. Ciao. Për ndrysh u bo kogja virale kjo pjesë e Prishtina Work. E thume një tekst që se thot kërkush me gjasën Prishtinë. Prishtina Peak Work, po. Po, unë edhe e kom pas, kom jetu në Londër 29 vjetë dhe është, sa pëmbojnë tash 16 vjetë i kom pas kër kom shku në Londër, tash që 4 vjetë e gjys jam këthy në Prishtinë, dhe më thonë 20 vjetë, 21 vjetë tash në Prishtinë, derisa ende 29 vjetë jashtë Prishtine. Kështu që slowly, kadal. You feel us për nightlife, po prap muzikën e nalë në 11. Why, po thot. I absolutely feel you. Edhe muzikën na në bazë të rregullore se kemi deri në 12, mirë po ligji e thot 90, kështu që është një diskrepancë mes ligjit edhe rregullores që na shtyjmë. Na gjithmonë kemi thonë edhe niveli qendror me ndru ligjin, me bo qyshe kemi ne rregulloren. Po edhe mas 12-ve kemi shumë zona tjera, edhe ku nalet muzika faktikisht, zakonisht nalet në zonat rezidenciale ku kemi edhe rezident, kështu që duhet me kriju një farë balancimi mes knaqësisë të gjithë të shoqënisë e rinisë edhe rezidentëve. Mirë po ju tregoj, nëse si din këto vene, që më dhe një tekst kallëzoj, ka shumë vene fantastike mas 12-ve, klube të mira, s'po ja përmene emrin se më thojnë një ke bo marketing. 14 shi, si shumë po e përdor fjallën loqk, aja ka nis me gjeluzu Sabri Vezullahu. Tash, unë faktikisht kreve ju thëm loqk, edhe po me shokve, shoqeve, gruz, shoqnis, njerëzve të ndryshëm që jam i afërt me ta, ose edhe dostave kështu gjatë takimeve, kështu që nuk është aspekt seksizmi apo me garu me Sabri Fezullahun edhe pse ati ja hodh zemrën e kam loqk. Po është nështë diçka që omet edhe nështë munona me ndryshu, po apet loqk është loqk.
Edhe mos gaboj, më rritëm te komenti I fundit, ë? Po, nëse gara kishte me qenë për teje, por me ish kryetar, cili nga 3 kryetarët e kishe votu të dielen? Fjalla është Shpend Ahmeti, Sa Mustafa, Ismet Beqiri. Ja, po? Okej, atëherë unë e kisha votu krejt, përveç Hajrullah Qekut tash, për arsye se ky gjunohet nuk o hi ngarë se ka dasht vetë, po veç për me ja përmbush do ego që I ka Albini për me marrë edhe Prishtinën. Se kur u takova me te, tha, po më dhem, tha, që ma ke marrë Prishtinën, që na ke marrë Prishtinën. Se ku marrë Prishtinën, Prishtina është e kreve, është e jona. Kështu që për këtë arsye mendoj aden që ky se ka këtu për një me, u ardhë veç për me ja përmbush një ego njanit, se të thonë tjertë veç këtina jo. Se kënaqësi shumë e madhe me të vërtetë vlerësoj sidomos në këtë kohë të agjendës tane që ishe sot me neve. Faleminderit shumë, ishte një moment të relaksues për mua, I përshëndes të gjithë shikuesit. Dilni të dielen, votoni për atë që mendoni mundet me ja bo qytetin më të mirin edhe më të bukurin edhe me një emocion, me një karakter unik në botë. Ju dua.